Përshëndetje, po ndiqni edicionin e mesditës, unë jam Jeta Kasemi. Nafta në Shqipëri do të shitet me 197 lek për litër, një çmim që bie 200 lek për herë të parë në gati një muaj që pas ngritjes së bordit. Edhe benzina është ulur në 174 lek për litër, duke arritur thuajse në çmimin që kishte para nisjes së luftës në Iran. Nga dje pas lajmeve për hapjen e ngushticës së Hormuzit, nafta në bursë ra në $90 për fuqi. Për herë të parë në gati një muaj çmimi i naftës në vend zbriti në 200 lek. Bordi i transparencës vendosi në mbledhjen e radhës që një litër naftë do të shitet me 197 lek duke ulur me 13 lek. Më herët nafta tregtoi me 210 lek. Ky rezulton se është niveli më i ulët i çmimit i miratuar nga ky mekanizëm, i cili u ngrit gati një muaj më parë për të mbajtur nën kontroll çmimet e karburanteve, të cilat shënuan një shtrenjtim të menjëhershëm për shkak të konfliktit në lindjen e mesme. Bordi i transparencës vendosi ndër të tjera që çmimi i shitjes me pakici nën produktit benzin do të jetë jo më shumë se 172 lek për litër ose 4 lek më pak se më herët. Çmimet e caktuara nga bordi do të hyjnë në fuqi pas ditën e së shtunës dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ku do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes. Tregjet ndërkombëtare të naftës janë qetësuar pas hapjes së ngushticës së Hormuzit. Një fuqi naftë aktualisht po tregtohet me $90, duke ulur me mbi 9% vetëm në pak orë, ndërkohë që investitorët janë optimistë se konflikti në lindjen e mesme mund të jetë drejt fundit pas arritjes së një armpushimi edhe midis Libanit dhe Izraelit. Ndërkohë presidenti Donald Trump ka thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani do të takohen për bisedime gjatë fundjavës. Çmimet e naftës posuan një rritje me gati 50% për gjatë muajit mars, në një periudhë rekord dhe vetëm kohët e fundit kanë rënë në nivelin $100 për fuqi. Por Irani thot se ngushtica e Hormuzit është mbyllur vetëm 24 orë pas hapjes së saj dhe fillimit të kalimit të cisternave të naftës. Ushtria iraniane merr kontrollin e kalimit të anijeve tregtare në Hormuz, pasi kërkon Shteteve të Bashkuara të Amerikës të heqë bllokadën e vendosur në portet iraniane. Më herët Trump tha se kjo bllokadë do të çlirohet kur të arrihet një marrëveshje plot me Iranin. Nuk zgjati as 24 orë hapja e ngushticës së Hormuzit dhe mëngjesin e kësaj të shtune, Irani njoftoi mbylljen e rrugës tregtare ku kalon 20% e naftës së botës. Ushtria iraniane tha se po rimerr kontrollin e Hormuzit, teksa akuzoi Shtetet e Bashkuara për pirateri, duke thënë se ashtu quajtur bllokadë për bën grabitje detare. Në një deklaratë, Garda Revolucionare e Iranit tha se ngushtica do të rikthehet në gjendjen e saj të mëparshme, pra forcat e armatosura do të kontrollojnë zonën dhe çdo anije që hyn dhe del do të ketë nevojë për lejen e Teheranit. Garda paralajmëroi se do të vazhdojë të bllokojë tranzitin përmes ngushticës, për të takojë që bllokada amerikane ndaj porteve iraniane mbetet në fuqi. Njoftimi i Iranit erdhi pasi këtë të shtunë u raportua se nëpër ngushticën e Hormuzit filloi lëvizja e parë e madhe e anijeve që nga fillimi i luftës së Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit ndaj Iranit 7 javë më parë. Disa cisterna kaluan nëpër rrugën tregtare mëngjesin e kësaj të shtune sipas të dhënave nga faqja e monitorimit Marine Traffic. Grupi fillestar përfshinte 4 transportues të gazit të lëngshëm LNG dhe disa cisterna nafte dhe produkte kimike. Ndërkohë në një event të Turning Point Action Arizona, Trump përsëriti gjithashtu pretendimin e tij se Shtetet e Bashkuara dhe Irani do të nxjerrin së bashku uranium të pasuruar dhe do ta largojnë atë nga Irani duke çuar përtej oqeanit. Presidenti amerikan kritikoi sërish NATO-n duke thënë se ndihma u ofrua shumë vonë, edhe pse sipas tij Shtetet e Bashkuara shpenzojnë afër $1 trilion duke ndihmuar aleancën. Trump përshëndeti armupushimin midis Libanit dhe Izraelit dhe tha se kjo është hera e parë që ka ndodhur në 78 vjet. Pas të gjitha deklaratave të Trump erdhi edhe një reagim nga Irani. Kryeparlamentari dhe kryenegociatori i vendit Mohamed Galibaf tha se Shtetet e Bashkuara nuk e fituan luftën dhe nuk do të arrijnë askund në negociata me gënjeshtra. Ai kishte paralajmëruar gjithashtu për mbylljen e Hormuzit nëse vazhdonte bllokada amerikane, gjë që u vu në zbatim menjëherë nga Garda Revolucionare. Shqipëria po ecën shpejt në rrugën e reformave dhe nëse vijon me këtë ritëm do të jetë pjesë e Bashkimit Evropian brenda vitit 2029. Në një intervistë për BBC, komisionerja e zgjerimit ka vlerësuar lart përpjekjet e Tiranës në negociatat e Brukselit. Ajo gjithashtu ka paralajmëruar për herë të parë një zgjerim të madh të Unionit brenda këtij mandati të Parlamentit Evropian me pranimin e Malit të Zi, Shqipërisë, por ndoshta edhe të Moldavisë dhe të Ukrainës. Komisionerja për zgjerim në Bashkimin Evropian Marta Kos ka thënë se gjatë mandatit të saj, vendet të reja mund të bëhen pjesë e Unionit,
mes tyre edhe Shqipëria. Në një intervistë për BBC, zyrtarja e lartë europiane theksoi se Shqipëria po ecën mirë në procesin e integrimit, shtoi se nëse reformat vijojnë, Bashkimi Evropian mund të ketë antar të rinj brenda mandatit të saj. Kemi Malin e Zi, që është më i avancuari, kemi Shqipërinë që po ecën mirë dhe gjithashtu Moldavin, pra këto tre vende dhe ndoshta edhe Ukraina. Nëse ato çojnë përpara reformat, shpresoj që gjatë mandatit tim të kemi shtete të reja antare. Shqipëria ka pasur përparime të mëdha në rrugën e saj të integrimit që pasi mori statusin si vend kandidat në vitin 2014, që kur nisën negociatat zyrtarisht në vitin 2022, janë mbyllur disa grup kapituj të rëndësishëm. Kryeministri Edi Rama ka thënë se vendi do të jetë pjesë e bllokut 27 antarësh brenda vitit 2030, ndërsa Brukseli ka shprehur qartë se një objektiv i tillë është i arritshëm. Kryeministri Edi Rama ka mbërritur në Spanjë për të marrë pjesë në samit për mbrojtjen e demokracisë. Kjo vizitë në Spanjë, kryeministrin Rama e bën krenar sepse perceptimi për Shqipërinë ka ndryshuar. Dikur njolle erët, tani Shqipëria është një nga vendet më të preferuara për turizëm për të rinj spanjoll. Kryeministri theksoi se tani marrëdhëniet mes dy shteteve janë në momentet e tyre më të mira ndonjëherë. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama merr pjesë në samitin e 4 për mbrojtjen e demokracisë me ftesë të kryeministrit spanjoll Pedro Sánchez. Rama ndodhet prej 2 ditësh në Barcelonë, ndërsa vizitën e nisi me një takim me dhomën e tregtisë së Katalonjës. Ai shkroi se perceptimi për Shqipërinë nga Spanja ka ndryshuar ndjeshëm në pak vite, nga një njollë e errët në një destinacion të preferuar turistik. Barcelonë, ku u pritëm me nderim të veçantë nga dhoma e tregtisë së Katalonjës, e ku ndjem krenar për respektin dhe interesimin për Shqipërinë, emri së cilës kur vije në Spanjë deri jo shumë vite më parë ishte sinonimi një njollë të errët në hartën e Europës, ndërsa sot është emri një prej destinacioneve të preferuara turistike të rinj spanjolle, ndërkohë që marrëdhëniet shtetërore me Spanjën s'kan qenë kurrë më të mira. Vizita në Spanjë e kryeministrit Edi Rama vjen pas asaj në Itali, me takimin me kryeministren italiane Giorgia Meloni. Në kuadër të këtij samiti, Rama do të zhvillojë takime bilaterale me kryeministrin e Spanjës, Pedro Sánchez, dhe presidentit e Këshillit Evropian, Antonio Costa. Gjykata administrative me një vendim të saj që rrëzon masa disiplinore të vendosura nga kuvendi për përjashtimin e 6 deputetëve për akte dhune në seancën plenare shënon një tjetër ndërhyrje në kompetencat e legjislativit. Kreu kuvendor socialista Ulant Balla thot se gjykatat nuk kanë tagër të gjykojnë këto akte të parlamentit. Balla kërkon reagimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë për këtë vendim të përsëritur, ndërsa thekson edhe kohën rekord të shqyrtimit, siç nuk ndodh për çështje të rëndësishme të qytetarëve. Për herë të dytë, gjykata administrative rrëzoi përjashtimet e parlamentit për 6 deputetë të opozitës, të cilët më 18 dhjetor ndezën flakadam brenda sallës dhe me dhunë bllokuan seancën parlamentare. Komisioni disiplinor mori masa përjashtimi nga 30 ditë për deputetët Flamu Noka, Albana Vokshi, Elda Oti, Belind Këlliçi, Klevis Balliu dhe Fidel Kreka, por ndonë se këto dënime tashmë janë shlyer, 4 muaj më pas, gjykata administrative merr vendimin se janë të pavlefshme. Nga opozita është konsideruar fitore, kurse për mazhorancën socialiste vendimi është një tjetër lajthitje e drejtësisë ndaj një tjetër pushteti. Ndoshta, gjyqtari apo gjyqtarja nuk e di se gjykata e lartë e Republikës son e ka konsoliduar praktikën në një rast më parshëm duke sankcionuar moskalimin e gardhit të gjyqësorit tek fusha e legislativit për këto lloj masash disiplinore. Dihet botërisht se gjykatat nuk kanë jurisdiksion të gjykojnë këto lloj masash disiplinore, sepse këto janë akte të parlamentit dhe nuk mund t'i nënshtrohen vlerësimit nga pushteti gjyqësor. Balla thot se për përjashtimet shprehet dhe vendos vetë kuvendi, pasi Shqipëria nuk ka ligj të posaçëm për t'ia dhënë këtë kompetencë gjykatave. Përveç se në rastin kur vetë ligji i posaçëm për statusin e deputetit apo rregullorja e kuvendit do ta parashikonte shprehimisht këtë mundësi. As ligji, as rregullorja nuk e përcakton këtë mundësi. Në këto raste vepron parimi i autodikjes, pra që janë organet e vetë parlamentit ato që gjykojnë veten dhe askush tjetër. Përjashtimet duhet të parashikohen shprehimisht në kushtetut apo në një ligj të posaçëm, ndryshe nuk i hyn dot brenda gardit. Duke marrë si shembull edhe praktikën e parlamenteve europiane, Balla ironizon me heshtjen e Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë. Gjykatat qoftë në Francë apo në Itali, gjykatat e larta administrative, kanë përcaktuar se gjykatat nuk mundet të shqyrtojnë këto lloj çështjes, sepse ato janë kompetencë ekskluzive e asamblesë
apo e Senatit apo Dhomës Deputete. Tani kush do reagoj? KLG-ja, ILD-ja apo shoqatat? Ky vendim është rasti i dytë pas atij të nëntorit të vitit kaluar kur gjykata administrative në të njëjtën rrugë pranoi padinë e grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe rrëzoi asoj kohe 23 masa përjashtimi për deputet të Partisë Demokratike. Në dyja rastet vendimi është marrë pasi dënimet janë kryer, por mazhoranca socialiste ka vendosur gishtin në plag. Në të njëjtën gjykatë administrative, ku qytetarët presin me vite për një vendim apo qoftë edhe për zbardhjen e atij vendimi, kjo gjykatë gjen kohë rekord për t'u shprehur, si për çështje ku nuk ka kompetencë. Parlamenti, ashtu edhe për tentativat e bllokimit të aksionit për hapësirat e lira nga qeveria, verën e kaluar në dobi të vetë qytetarëve. Pak fantazi, pak pjesëmarrje, më pak molotov, protesta e radhës e Sali Berishës nuk e rrëzoi sërish qeverinë, por së paku rrëzoi mitin e grupit të tij të zjarrit. Policia neutralizoi shumicën prej atyre që kishin molotov në përçanta. Në fund, Sali Berisha nuk foli më për protestat, të cilat tashmë nuk i duhen. Pas eliminimit të Saljanit, zgjedhja e tij pas pak javësh nuk ka më asnjë pengesë. I vetmi sukses që arriti ishte çorditja e trafikut gjatë gjithë paradites së të premtes nga bllokimet e rrugëve që kishte bërë policia, e cila e kishte marrë protestën e Partisë Demokratike me më shumë seriozitet se sa vetë Sali Berisha. Më pak protestues, më pak molotov dhe më pak fantazi. E vjetra dhe e reja u ndan me thik në mes të Tiranës. Nga njëra anë të rinjt në koncertin te Piramida, nga ana tjetër Berisha me të vetit në bulevard. Jo më kot protesta filloi me kreun e forumit rinor që u ankua për rinin. E çfarë po i ofrojnë rinisë sonë sot? Çfarë po ofrojnë bashkëposatarëve të mi? Por të rinjt e shinin më me interes të prisnin radhën për koncertin, kurse në shesh Berishës i mbetën të vjetrit. Nga podiumi Berisha kishte dy mesazhe për ata që i ignoruan. I pari Saljani, kësaj radhe nuk i erdhi as deri te ura e lanës. Ai pretendon se në Partinë Demokratike është magjari, po Berisha e paralajmëroi se nuk është Orbani. Me tezën se opozita shqiptare nuk ka fuqin e opozitës së Hungarisë. Ka një ndryshim thelbësor midis opozitës në Hungari dhe opozitës në Shqipëri, që nuk e përmend fare mafia e cila trillon, manipulon, mashtron. Ata për të dëshpëruar ju krahasojnë të pakrahasueshmet. I dyti Edi Rama, çuditërisht sa kryeministri ikën jashtë, opozita thret protest. Kësaj radhe ishte në Spanjë. Berisha ju lut t'i vinë gjykat. U them shqiptarve se do të keni rastin të shkrihni në atë sallë për balljen e shekullit. I them Edi Ramës, nëse nuk ta mban, të vish në sallën e gjyqit, të sfidoj edhe në një formë mshire. Zgjidh studion televizive dhe hajde në debat. Kur festa u duk se filloi, mbaroi pa u hedhur as 5 molotovët e parë. Drejtori i ri i policisë duket se e kaloi që në herën e parë testin e molotovëve. Shumica prej tyre u ndalën ende pa shpërthyer. Përgëzime policisë së shtetit për reagimin profesional, vetë përmbajtjen dhe neutralizimin e menjëhershëm të molotovarëve të përdorur si mish për top për të djegur qytetin, për të nxirr vendin dhe për të rrezikuar jetën e efektivëve me uniform. Pasi i thiri sërish në Seli, në fund të xhiros, deri te kuvendi, kreu veterani Partisë Demokratike nuk fsheu dot shenjat e lodhjes. Sot, Sokol Balluku ka përdor bombat kundër protestuesve, Sokol tradhtari Bespreri Bishga. Protesta që tregoi shëndetin real të Partisë Demokratike pati mbyllje ku nuk mungoi drama televizive. Revolucioni ka herojt e vet. Se ju i doni të kollarisur, nuk janë, kështu janë. Në fund doktori nuk njoftoi më protestë të re. Berisha ja arriti qëllimit. Saljani u eliminua, Klevisi u bero dhe lotët e tij paralajmëruan pranverën blu, ku lulja e vetme e ringjalljes do jetë rizgjedhja e vetmuar e Berishës në krye të partisë së vet. Askush nuk e ka mendjen, as te qeveria dhe as te statuti i Partisë Demokratike. Fitore, fitore, fitore.
Grupi i zjarrit u rikthye në rrugët e kryeqytetit pas më shumë se 20 ditëve sërish në udhëheqjen e Partisë Demokratike, duke sulmuar forcat e policisë dhe duke kthyer rrugët e Tiranës në vendin perfekt për të hedhur bomba molotovi. Por edhe pse skenari i tyre nuk ndryshon, policia këtë herë përdori një taktik tjetër për parandalimin e akteve të përsëritura të dhunës. Pasi grupi i molotovit i përbër në shumicën e tyre nga të mitur nisi me sulmin, menjëherë efektivët e policisë arritën t'i arrestonin. Në protestën e kësaj premte u shoqëruan 22 protestues, disa pas akteve të dhunës, të tjerë pa mundur të vepronin, por me çantat plot me molotov. 11 prej tyre janë arrestuar edhe në këtë protest pati të lënduar. Në spitalin e traumës u paraqit një efektiv policie, të cilit i shpërtheu një kapsol në trup. Ndërkohë në spital u paraqitën edhe 3 protestues, përfshirë deputetin Luciano Boçi dhe ish kandidatin Aulon Kalaja. Përmbyllim këtu edicionin e mesditës, ju rikujtoj se të gjitha këto informacione dhe shumë të tjera mund t'i gjeni në webfaqen tona bc-news.al, transmetimin ton të drejt për drejt e ndiqni në valët e radios 105 FM. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.